Margela Golli nga fshati Orman është një nga fermerët potencial të fushës së Maliqit. Pasi ka punuar për 25 vite në emigracion, ai vendosi të investojë në kulturat bazë bujqësore, por sot thot se çmimi i lartë i naftës dhe i inputeve bujqësore ka rritur në maksimum koston e prodhimit, duke i bërë fermerët vendas të pakonkurrueshëm përballë produkteve që importohen nga vendet e rajonit. Çmimet e kultivimit janë shumë të shtrenjta, nafta, plerat edhe pesticidet. Domethënë shpjem koston 30 lek te patatja, kostoja e çdo kilogrami. Fati ton nëse neve e shesim pak më shumë se kostoja që nxjerrim. Fuat Orhan nga fshati Rëmbeci i Bashkisë Maliq është një tjetër fermer me sipërfaqe të mëdha të mbjella kryesisht me grur. I pyetur për arsyet e uljes së sipërfaqeve të mbjella me kulturat bazë bujqësore, ai përgjigjet me një llogari të thjeshtë ekonomike, duke theksuar se fermerët e fushës së Maliqit po prodhojnë me kosto shumë të lartë. 5 kuintal për 2 lymë ose 50 kuintal për hektar, shumëzohet me 3 lek, me 30 lek ose me 300. Dhe më të 150.000 të vjetra. Me 150.000 nuk e vlen qiraja, nuk e vlen plugimi, nuk e vlen fara, nitrati, ureja, hibriciti, korja, e tjera. Është një llogari fara e thjeshtë. Në të njëjtën linjë me fermerët është edhe specialisti i bujqësisë pranë Bashkisë Maliq, Kejdi Hasani, i cili pranon se këtë vit ka pasur rënje të sipërfaqeve të mbjella me disa prej kulturave kryesore bujqësore. Fermerët po ulin kulturat bazë në fushën e Maliqit. Koston e prodhimit e kemi më të lartë në krahasim me vendet e tjera të rajonit, ose siç është Serbia ose siç është Kosova, që na pamundson të dalim të barabartë në tregun e hapur të Ballkanit. Nëse një vit më parë në fushën e Maliqit ishin mbjellë rreth 3800 hektar me grur, këtë vit sipërfaqja ka zbritur në 3500 hektar, edhe sipërfaqja e mbjellë me misër ka rënë nga 4000 hektar në 3800 hektar, ndërsa patatja nga 700 hektar ka zbritur në vetëm 500 hektar, pa përfshirë këtu edhe kulturat e tjera bujqësore që kanë pësuar të kurje.